Meselja e tretë, ma'rifatu din l-Islam. Njohja e fesë islame. Të kesh njohuri për fenë islame me argumente. Thot Sheikh Abdullah Bukhari hafidhahullah, Islami përmendet dhe në mënyrën të përgjithshme, që ka për qëllim të gjitha do më thonë pejgambert, shariatet me të cilën kanë ardhur pejgambert, edhe para pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, do më thonë është për qëllim Islami, në mënyrë të përgjithshme. Se thot Allahu te bareke ve teala, inna ad-dina 'inda Allahi l-Islam. Me të vërtet, feja tek Allahu është Islami. Feja me të cilën i ka dërguar Allahu të dërguarit e vet, prej Nuhit alayhi salatu wasalam deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka ndryshuar, ka qenë Islami. Por shariatet po ndryshojnë. Kurse, thotë që Abdullah Bukhari hafidhahullah, kur përmendet në mënyrë specifike, atëherë është për qëllim ai Islam me të cilin ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Do thonë në mënyrë të përgjithshme të gjitha pejgamberët. Kurse në mënyrë në formë specifike është ajo, do më thonë, me të cili ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i dërguari i fundit sallallahu alaihi wasallam. Dhe argumentet, si që përmendëm pak në fillim, thot Sheikh Abdullah Bukhari hafidhahullah, janë, do më thonë, sem'iyatu wal aqliya, janë argumente, do më thonë, që janë të transmetuara, do më thonë, Korani dhe Sunnetin, dhe janë aqliya, do më thonë, argumente të logjikës, se kanë ardhur argumente të logjikës edhe në Koran, ajete, do më thonë, që i thrasin njerëzit ta përdorin logjikën e tyre, që të meditojnë ata rreth domethënieve. Jo ta mbyllin logjikën e tyre, edhe ti nënshtrohen murxhve dhe rabinëve me i pasuar domethënë në formë të verbër. Jo, duhet domethënë ti logjikën tënde, siç e thot Imam Rabia hafidhahullah, ihtarim aqlak. Respektoje logjikën tënde. Jo ti logjikën e lën anash edhe thosh ka thënë hoxha, ka thënë filani. Jo ti logjiko, mendo, hulumto. Se tham, i vetmi që pasohet pas një farkusht është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Të gjitha të tjerit duhet ti shikojsh çështjet. Duhet të mendosh, duhet të kërkosh. Thot Sheikh Fozani hafidhahullah, kurse Islami, definicioni i Islamit është, hua el istislamu lillahi bit tauhid, Islami do të thot në nështrueshmëria dhe Allahut me tauhid, wal inqiyadu lahu bit ta'a, dhe për ulja dhe Allahut me bindje, wal khulusu min ash-shirk wa ahlihi, dhe të pastrohesh, të distancohesh prej shirkut edhe njerëzit të shirkut. Do të nuk mjafton vetëm prej shirkun, por edhe prej njerëzve të shirkut. Kjo është domethënia e Islamit. Për keqardhje që disa, edhe shumë mundesh me thënë prej hoxhallarëve në vendet në trojet tona, e përdorin el Islam hua istislam. Edhe kaq mbaroi. As tauhid, as inqiyad bi ta'a, as khulus min ash-shirk wa ahlihi, nuk e përmendin këtë. Edhe kjo tregon domethënë ignorancën e atyre njerëzve. Edhe ti kur i din këta definicione domethënë atëherë nga fillimi domethënë ti e kupton se ata njerëz s'kan mësuar fe, por janë thjesht domethënë mashtrues, që duhet të largohemi. Se patjetër kërkohet për muslimanit me zbatu tauhidin,
me veçu Allahun te bareke u teala në adhurim, dhe nga anën tjetër me u pastruar dhe me u larguar prej shirkut dhe njerëzve të shirkut. Edhe për këtë shkak Sheikhul Islami Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimullah i ka shkruar 4 rregulla të shirkut, e ka shkruar Kitabut Tauhid, që ti njohim ne, ta njohim rrugën e hakut, dhe nga anën tjetër timi të paralajmëruar edhe prej shirkut dhe njerëzve të shirkut. Se sikurse haku, a ecë kështu në hava? A është në hava haku kështu? Se disa njerëz thonë unë jam me hakun. Jo, po mirë, haku a ecë në hava kështu ose e mbajnë burra? Pa tjetër se e mbajnë burra haku. Edhe gjithashtu batilin. Edhe ata njerëzit e hakut duhet të përmenden dhe të lavdrohen. Kurse nga ana tjetër njerëzit e batilit, njerëzit e kotës, ata e mbajnë atë të kotën, atë bidatin, atë shirkun, atë kufrin. Pre ata duhet të paralajmërohet, edhe me emra dhe mbi emra. Jo të futet lepurin bark, barakallahu fik. A është ashtu? E në pastaj, jo, duhet edhe Sheikh Rabia hafidhahullah thot, se njeriu duhet me pas guxim në sqarimin të hakut. Edhe nëse fundit edhe dëmtohet. Se ata që ti po pretendon i pason janë pejgambert. E ata pejgambert nuk janë mirë pritur prej popujve të tyrve me të pikë të shtruar të kuq. A janë pritur ashtu? Jo. Janë pritur me lloj vështirësi, lloj probleme, lloj akuza. Por ti këtu kthehemi prap ma'rifatu nabiyhi. Ti kur e din fillimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në Mekë, si ka qëndruar, si ka filluar me davetin, të gjitha ata torturat, të gjitha ata problemet që kanë pasur. Por nuk është larguar nga përcjellja e mesazhit. Nuk është larguar, nuk është lëkundur. Ka qëndruar. Edhe neve, ti kur e mëson këtë gjë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kalonte afër Sumejjas radiallahu anha dhe Ammarit radiallahu an dhe Yaserit radiallahu an, thoshte isbiru ja ali Yasir, bëhuni durim o familjat e Yaserit, inna maw'idukum el janna, termini juaj, takimi juaj është xhennet, inna maw'idukum el janna. Kjo xhenet nuk fitohet ashtu, me lehtësi. Duhet me sakrifiku pak. Duhet me sakrifiku. Edhe atë ma të shtrenjtën, edhe ma të dashurën. Edhe unë ka njëherë po habitem se si njerëzit të dalaletit, në lloj shmërit të dalaletit, janë në gjendje me reskirat jetën e tyre për dalaletin. A nuk është ashtu? Ata në gjendje 100% hynë në rrezik me humb jetën, edhe ai është në vetëdijshmëri, po e bën ai. Por domethënë humbje dhe humbja. Kurse ti e din rrugën e hakut, edhe ke frikë nga hija tënde, prandaj këta të gjitha, dhe në kjo është domethënë 3 themelet që do pyetemi në varr, që do vinë në vazhdim Sheikhul Islam rahimullah me i shpjeguar në detaje. Men rabbuk, kjo hyn domethënë në njohurinë e Allahut te bareke ve taala. Men rabbuk, men nabiyuk, wa ma dinuk. Do vinë në vazhdim. Men rabbuk, kush është? Zoti yt. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men rabbuk, kush është Zoti yt? Por themi është për qëllim tu, siç e thon dietarët, siç e thot Sheikh Fozani, siç e thot Sheikh Uthemini, siç e thot Sheikh Abdullah Buhari, siç e thon Imam Allarët. Është për qëllim tu, kush është adhuruari yt? Kush është adhuruari yt?
Pejgamberi sa ka thënë men rabbuk. Rabbuk e ka përdor. Pejgamberi sa tash ti themi ti e ke përdor gabim? Ti nuk din të shprehesh? Ne e dim më mirë tash. Jo, ka thënë pejgamberi sa men rabbuk. Edhe nuk e ndryshojnë. Nuk e ndryshojnë. Men rabbuk edhe ne themi si ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe e shpjegojmë si kanë shpjeguar selefi dhe imamllarët tonë. Kush është i adhuruar yt? Pse? Kush ka më shumë zili për fejen? Ati edhe unë mendon. Imamllarët të selefit, Imam Ahmedi, a Ismail el-Harawi thot 5 herë më kanë vendosur shpatën këtu në qafë, më thoshin uskut, thoshin hesh. Mos i refuzo bidatçit hesh. 5 herë thash nuk do e hesh. Spata qëndron këtu në qafë. Imam Ahmedi rahimullah, thot Sheikh Rabia hafidhahullah, ta kishin rrahur një elefant do kishte vdekur. Elefanti prej goditjeve. Po ky imam qëndroi. Së një mal i palakundur. Ata nëse kishin nëse ne do kishim më shumë xhelozi se këta burrave, edhe nuk është ashtu, po ata kanë më shumë xhelozi. Dhe thot Ali ibn Medina, Allahu ka ruajtur këtë fe me 2 njerëz. Ti nuk je ai së treti për ata. Ebu Bekri, jo me ridda, dhe Imam Ahmedi, jo mu mihna. Me këta burra Allahu ka ruajtur këtë fe. Nëse do ishte kjo, ma'adhallah me qenashtu, gabim men rabbuk, kush do ishte ndryshuar? Prej Buhariu, prej atëherë kur kanë transmetuar hadithet Muslimi, Ibn Majah, Nesai, do kishte thonë, jo, këtu nuk u përshtatet jo men rabbuk. Njerëzit e keq kuptojnë. Ma mirë direkt men ma'budak, men ilahuk. Jo, ata kanë transmetuar ashtu. E kanë transmetuar ashtu. Dhe dietarët e kanë shpjeguar se çka është për qëllim. Edhe siç e thoshte Sheikh Esad Zaateri, hafidhahullah, për gjërave më të çuditshme janë që duhet të shpjegosh gjëra të qarta. A kuptuat? Gjëra e qartë që është duhet ta shpjegosh. Që dihet tek selefit, te imamllarët men rabbuk, kush është Zoti yt. Do të thot shpjegimi kush është i adhuruar yt. Për këtë do testohesh ti në varr, për tauhid uluhia, jo për rububien. Për rububien kanë pranuar edhe mushrikët. Problematika, përplasjet, luftrat, gjihadi, shuri'a li hadha. Për këtë është bole gjithuar, gjihadi, tauhid uluhia. Për këtë. Por gjihad, jo gjihad e Ikhwanul Musliminve dhe Khawarij, Daesh, ISIS, Al-Qaeda, jo. Gjihad dhe më thonë me shtet të liqëm, që ka ushtri, që ka policie kështu me radh, me ata. Jo gjihad me shkaktu gjakderdhje të muslimanëve, dhe me e prek nderin të muslimanëve, dhe pronën të muslimanëve. Kjo është çrregullim në tokë. Dhe Allah nuk i don çrregulluesit.